Pas një periudhe të gjatë në qendër të vëmendjes për jetën e tij private, Bes Kallaku duket se ka vendosur të mos fshihet më. Aktori i njohur i humorit ka konfirmuar hapur lidhjen e tij të re, duke ndarë fillimisht një detaj shumë domethënës e më pas edhe një foto që po bën xhiron e rrjetit. Vetëm pak kohë më parë, Besi theu heshtjen përmes një postimi të një tatuazhi ku lexoi qartë emri e Jona, i shoqëruar nga data 25 dhjetor 2025, një detaj që nuk la vend për dyshime se në jetën e tij ka hyrë një person i veçantë. Dhe tashmë, konfirmimi duket i plot. Bes Kallaku ka publikuar edhe foton e parë me partnerin e tij të re, në imazhin bardhëzi që duket i realizuar në një peizazh malor. Aktori shihet duke përqafuar fort partnerin e tij, një vajzë bjonde në një moment shumë intim dhe të ndjerë. Edhe pse fytyra e saj nuk zbulohet plotësisht, afrimiteti dhe gjuha e trupit flasin më shumë se çdo fjalë. Fotoja ka marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve, duke u interpretuar si një deklaratë e qartë e Besit për jetën e tij të re sentimentale pas ndarjes nga këngëtarja Xhensira Myrtezaj. Kujtojmë se dyshja i dhanë fund marrëdhënies së tyre pas shumë vitesh bashkë, duke zgjedhur të ruajnë diskrecion dhe respekt për njëri tjetrin, sidomos për shkak të familjes që kanë krijuar së bashku. Tashmë me tatuazhin e Jona dhe me këtë foto të parë romantike, duket se Bes Kallaku ka vendosur të mos e mbajë më të fshehtë dashurinë e re, duke hapur një kapitull të ri në jetën e tij personale.